A e dini se si funksionojnë tenderat në Shqipëri? Sipas ekspertit të ekonomisë, Zef Preçi, garat janë thjesht formale. Tenderat shpesh dhurohen sipas interesave të grupeve të fuqishme dhe politikanëve, duke përfshirë edhe deputet. Është e njohur që tendrat jepen, nuk fitohen. Domethënë, garat janë kryesisht formale dhe kjo lidhet me faktin që njësitë e prokurimit kanë rrjetet e tyre kryesisht lidhura me titullarët, lidhura me politikanë të fuqishëm, lidhura me deputet, të lidhura me sponsorizues dhe mbështetës të fushatave zgjedhore të tjerë dhe përdoren si mjet për pasurim të shpejtë të tyre apo për kompensimin e parave të shpenzuar në fushatën e mëparshme. Kjo bëhet përmes ndarjes së informacionit lidhur me specifikimet teknike në një proces prokurimi, lidhet me caktimin e personave të interesuar apo të lidhur me ta, me bizneset, me industritë, në komisionet e vlerësimit të ofertave dhe lidhet me interesa kur shumat janë të mëdha, me interesa që përfshin ministra, përfshin ndoshta edhe kryeministrin e tjerë dhe përgjithsisht nuk ndodh asgjë pa dijenin, pa inkurajimin, pa pilotimin, pa trukimin e tyre. Edhe në këtë kuptim, kjo është nga ana e ofertës dhe ndodh në shumicën e tendrave për fat keq.